Ju në gjatjeta juve, të gjithë juve që jetoni në gjeografin shqiptare, që jetoni të migruar në përvendet të ndryshme të botës, ju në diaspor, në mërgat, në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në çdo vend ku dëgjohet fjala shqipe. Ju dëshiroj të keni kaluar një vikend të mirë në këtë ditë të diele, si dhe los Allahun e Madhreshëm që nesër ditë pune ta filloni me të mbar, me shëndet, me rahati fillimisht në familjet tuaja dhe suksese të gjithëmbarshme në jetën tuaj. Ka ndodhur një ngjarje e madhe dhe e ndjeshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E madhe dhe e ndjeshme, si për nga përmbajtja, si për nga akustika që ka shpërthyer në Amerikë dhe në shumë vende të botës. Janë dëgjuar krisma armësh në prani të presidentit Amerikan Donald Trump. Tema e sotshme pra është shpjegimi i gjithë asaj që ka ndodhur në lidhje me rastin, pra paskenat e kësaj dhe historiku i ngjarjeve të këtilla që ka ndodhur në 100 e 200 vjetët e fundit me presidentet Amerikan. Në çdo sistem politik, lideri më i lartë përfaqëson më shumë se vetveten. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i atjeshëm ka një rol të dyfisht. Është kryetar shteti dhe është kryetar ekzekutivi. Prandaj, miq, në imagjinatën politike amerikane, presidenti bëhet njëkohësisht simbol i shtetit, i pushtetit federal, i rendit kushtetues dhe natyrisht i drejtimit historik të vendit. Kjo tërësi që përmbledh emri dhe personaliteti i presidentit Amerikan e bën atë një figurë të admiruar shumë, por në të njëjtën kohë edhe shënjestër e urrejtjes. Kur shoqëria polarizohet, kur qytetarët e perceptojnë shtetin si kundërshtar apo armik, kur grupet ideologjike e shohin shtetin si një pushtet uzurpimi, presidenti i çdo vendi, në rastin konkret i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shndrohet në objektin më të dukshëm të mlefit politik dhe nga aty pastaj lindin, zhvillohen dhe vazhdojnë ngjarje të dhimbshme. Prandaj, atentatet presidenciale nuk do të kuptuar vetëm si veprime të individëve të çrregulluar, siç shpallen zakonisht, por kur atentatori e kryen veprën e vet, edhe nëse i vetëm, ai shpreh një produkt të një klime më të gjerë të vendosur në SBA. Krizë politike, urrejtjen ideologjike, tensionin social, dështimin institucional dhe natyrisht edhe radikalizmat që marrin frymë, mugullojnë dhe zhvillohen në kohë të caktuar. Pra, atentatet ndaj presidentëve amerikan nuk janë vetëm epizode kriminale në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ato janë momente ku qarja e brendshme e shoqërisë amerikane bëhet e dukshme, por kësaj radhe në formën më brutale, me armë, me gjak dhe me tronditje institucionale. Në një vend që e ka ndërtuar identitetin e vet mbi demokracinë kushtetuese, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo atentat ndaj presidentit të saj është një sulm, jo vetëm ndaj një individi, por ndaj një simboli të sovranitetit
shtetëror kushtetues dhe ekzekutiv të saj. E dini se pa prek unë në për histori dhe pa marë mësime nga atje si mostra për t'i krahasuar ato me ta dinishmen, rallëher e kam lanë kur kam fol për ngjarje në të cilat përdorimi i akteve, i faqeve, i periudhave dhe rajoneve historike e fistikrojnë dhe e qartësojnë edhe më shumë ngjarjen. Në rastin konkret, në lidhje me sulmin që u bë mbi presidentin Amerikan Donald Trump, apo, siç po raportohet deri në këto momente, në lidhje me dëgjimin e të shtënave në hotelin Hilton në Washington, ku ishte presidenti, zëvendës presidenti, ishte bashortja e presidentit dhe fytyra të ndjeshme të larta dhe me ndikim në politikën amerikane. Pra, historikisht kthyer, 4 president deri më tani janë vrarë në detyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley dhe John Kennedy. Shumë të tjerë i kanë shpëtuar atentateve, tentativave për atentate dhe komploteve të ndryshme në të cilat është kërkuar koka e presidentit Amerikan. Për shembull, Andrew Jackson, që do t'i shpjegoj më poshtë se çfarë ka ndodhur në lidhje me këtë, për ta nxjerrë paralele pastaj me atë se çfarë është duke ndodhur tani. Pse po sulmohet Trump? Kush qëndron pas kësaj? Pra paskena të gjithë kësaj e natyrisht impaktet dhe pasojat që do të vinë në vitet në vazhdim, apo më afër në muajt në vazhdim. Është sulmuar edhe Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, Barack Obama dhe së fundmit tani edhe Donald Trump. Pra, të shtënat në Hiltonin e Washingtonit ishte një ngjarje që tronditi Amerikën, një ngjarje që nuk ishte një incident normal në një hotel diko në Amerikë, por ishte një model historik që përsëritet në mënyrë të frikshme, sepse kur qëllohet pranë një presidenti Amerikan, nuk është thjesht më një krim i izoluar, por është një sinjal që të bën t'i hapësh katër sy. Sinjal se në zemrën e fuqisë më të madhe në botë ka gjithmonë forca të padukshme që luftojnë për kontroll në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja këto, nuk ka vlerë, pyetja a ndodhi e si ndodhi nuk ka ndonjë vlerë. Atë mund të gjeni në për portale të nduarshme e në për rrjetet sociale. Por, pyetja esenciale është pse ndodh vazhdimisht kështu në Amerikë dhe kush përfiton nga këtë raste kaq të rënda. I përmenda rastet e vrasjeve, presidentet Amerikan që kanë vdekur në detyrë. I pari prej tyre është Abraham Lincoln, i cili vritet në vitin 1865. Vritet në teatr nga James Wilkes Booth dhe ky i fundit, Dorasi, ishte një aktor dhe simpatizan i Konfederatës së deri atëhershme brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po dua t'i numëroj këtë raste t'i shpjegoj pak për të kuptuar se pas dorazve, pas këtyre ngjarjeve kaq të mëdha, ka diçka edhe më të madhe që i shtyn njerëzit të veprojnë në këto përmasa. Sipas verzionit zyrtar të atëhershëm në SBA, ajo ishte vrasja e Lincolnit ishte një hakmarrje për luftën civile.
por pyetja mbetet për të trajtuar edhe deri në ditët tona. A ishte vetëm një aktor që e shkrepi plumbin, apo ishte një pjesë e një rjeti shumë të rrezikshëm që po e ngulfatte atë botë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, vrasja e Abraham Lincoln në vitin 1865 ishte akti themelor i dhunës politike moderne amerikane. Jo veç pse ka dash ta vret presidentin amerikan. Lincoln nuk u vra thjesht sepse ishte president. Ai u vra sepse përfaqësonte fitoren e Unionit mbi Konfederatën dhe fundin e skllavërisë në Amerikë. John Wilkes Booth, vrasësi i Lincoln, ishte simpatizant i Konfederatës dhe pjesë e një komploti më të gjerë kundër udhëheqjes federale. Atë botë, luftrat të cilat po zhvilloheshin mes britanikëve dhe amerikanëve, por edhe forcat të tjera, të cilat dëshironin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së paku të ishin një konfederat, duke e ditur se federalizimi i shteteve amerikane do ta shndronte SBA-n në një fuqi para së cilës fuqitë e deri atëhershme nuk mund të bëjnë më gjë, jep të kuptohet se në komplotin dhe atentatin ndaj Lincoln nuk ka qenë i kyçur vetëm ai i cili ka përfaqësuar konfederalizmin, por se ka mund të ketë edhe forca të jashtme që e kanë përgatitur likuidimin e atij presidenti amerikan. Në këtë rast, pra të rasti i Abraham Lincoln, atentati kishte një kuptim të qartë historik për kohën. Ishte përpjekja e një bote që po vdiste për të goditur një botë që po linte. Lincoln, pra, përfaqësonte Amerikën e ribashkuar, ndërsa Booth përfaqësonte Amerikën e humbur të jugut skllavopranar. Ata të cilët i kanë përcjell videot e mia, dhe këtë them me mburje, kur para zgjedhjeve të fundit amerikane dhe pas zgjedhjeve një 3-4 muaj, atë botë ku për 6 muaj kam analizuar Amerikën, presidentet, ngjarjet e ndryshme, frymën e cila e pruri Donald Trump, forcat të cilat dëshirojnë të ndalin këtë frymë, pastaj ajo që pritej se do të ndodhë në botë, pastaj ndryshimet radikale brenda politikës së brendshme amerikane, reflektimet e këtyre ndryshimeve në botë dhe në gjeografinë e hapësirën shqiptare e kanë më të lehtë që ta kuptojnë apo ta plotësojnë edhe me një copës mozaikun e atyre ngjarjeve, informacioneve, ligjëratave të cilat i kanë mbajtur për plot 6 muaj rreth Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Impaktet e vrasjes së Abraham Lincoln kanë qenë të jashtëzakonshme, sepse vrasja e tij e privon Amerikën nga figura që mund ta kishte udhëhequr vendin në rindërtimin e tij pas luftës civile me më shumë autoritet moral dhe politik. Pas Lincoln, procesi i reconstruction, si quaj atë rindërtimi, riformosimi i SBA-ve u bë më i brisht, por në të njëjtën kohë më hakmarrës, më i fragmentuar dhe më pak i aftë për ta shndruar fitoren ushtarake në pajtim të qëndrueshëm kombëtar. Pra, vrasja e tij, edhe nëse e marrim për të mirëqenë verzionin zyrtar, sepse ka qenë një njeri që nuk është pëlqyer me idetë federaliste të Lincoln,
Edhe nëse e marrim për të mirëqenë, vetë logjika dhe pasojat të cilat ndodhin pas vrasjes së tij tregojnë se pas këtij akti kanë mund të jenë, mos të them 100% ka pas, kanë mund të jenë edhe forca të cilat nuk e kanë dëshiruar Amerikën si një shtet i unisuar, si një shtet fuqi e në të ardhmen edhe superfuqi botërore. Presidenti i dytë që vritet në vitin 1881 është James Garfield. Atë e qëllon Charlie Guiteau. Arsyeja që e nxiti këtë Guiteun ishte se po shfaqte një zhgënjim të tij politik. Por në fakt, realiteti i atëhershëm e tregon të kundërtën e versionit zyrtar. Në SBA-n e atëhershme miq, ishte krijuar një sistem politik klientelist që prodhonte ekstremistë të gjithë krahëve. Dërasi në fakt, Guiteau ishte produkt i një sistemi të sëmur politik që kishte mbretëruar Amerikën atë botë. Ky rast duket në pamje të parë si akt individual, por individualizmi i tij në analiza strategjike është i paqëndrueshëm. Në thelb, ai dërasi zbulon një problem të madh. Sistemin, edhe njerë po them, klientelist amerikan të shekullit 19, ku postet politike shpesh janë shpërnda, janë dhënë dhe janë servuar si shërbime politike të krahëve politik që e kishin pushtetin. Guiteau pra nuk ishte thjesht një i çmendur i izoluar, ai ishte produkt i një politike ekstreme, i një kulture politike ku pushteti shihej si plaçk. Atentati ndaj Garfield kontriboi më pastaj në reformën e administratës publike amerikane dhe në miratimin e të ashtuquajturit Pendleton Civil Service Reform Act të vitit 1883, reform kjo që synonte profesionalizmin e shërbimit civil. Pra, miq, ky atentat nuk pati një efekt të njanshëm, por pikërisht paradoksal. Nga dhuna politike që u ushtrua me rastin e vrasjes së presidentit, lindi një reform institucionale që do të bënte SBA-n shembull i promovimit dhe praktikimit të demokracisë në zgjedhje dhe në shumë rrafshe të jetës amerikane. Presidenti i tretë amerikan që vritet është William McKinley në vitin 1901. E vret ato anarkisti Leon Kolzog, që tregon një ideologji anti-shtet dhe anti-kapitalizëm të atëhershëm amerikan. Kolzog, pra, ishte i lidhur ideologjikisht me anarkizmin e kohës. Ky atentat ndodh në një kohë kur Amerika po hynte në epokën e fuqisë globale, me industrializëm të zhvilluar, me kapitalizëm agresiv, me imperializëm pas luftës spanjolo-amerikane dhe rritje të tensioneve klasore që kishin marrë frymë në kohën e McKinley. McKinley, në fakt, përfaqësonte Amerikën e re industriale dhe ekspansioniste. Vrasësi i tij përfaqësonte urrëtitjen ndaj një shteti të këtij, ndaj kapitalizmit dhe ndaj autoritetit totalitar të shtetit, siç ishte SBA-ja atë botë. Atentati, në fakt, e përshpejtoi ngritjen e Theodore Roosevelt, i cili u bë presidenti dhe e riformatoi politikën amerikane në një stil më energjik, më reformist
dhe më imperial. Në këtë kuptim, them, atentatin ndaj McKinley nuk është vetëm fundi i një presidenti, por fillimi i një faze të re të projektit amerikan si fuqi botërore. A e vërejtet tek të tre rastet se çfar i ka parapri atentatit dhe çfar ka ndodhur pas atentatit. Atëherë, ju pyes juve, si mund të mirët, apo sa mund të mirët për e mirëqen deklarata zyrtare, e që neve nuk na intereson se a është as është, por sa mund të mirët për të mirëqen verzioni zyrtar se rastet e atentatorëve të deri tanishëm janë raste të them të izoluara, ose për shkak të çmendurisë, ose për shkak të pasioneve dhe vizioneve të tyre. Presidenti i katërt, më me ndikim në rastin konkret për temën që po flasëm, është vrasja e John Kennedy. Atentati që nuk u mbyll kurrë në ndërgjegjen amerikane, që mbeti ky atentat i gjallë, për të cilën edhe sot e kësaj dite diskutohet në qarqe të ndryshme amerikane, thuajse të kishte ndodhur para pak muajsh. Vrasja e John Kennedy në vitin 1963, pra mbetet atentati më i diskutuar në historinë amerikane. Versioni zyrtar i komisionit Warren, që komision që krijohet nga përgjegjës të rrafsheve dhe institucioneve të ndryshme më një herë pas atentatit, versioni zyrtar i komisionit Warren e identifikon Lee Harvey Oswald si një autor të vetëm që në versionin amerikan quhet lone gunman, i pa shtyer nga dikush, i pa organizuar paraprakisht, pa motive politike të gjithanshme, por që është po aq sa e ngre këmbëzën e armës në momentin kur e ka krye atentatin. Megjithatë, miq, dyshimet publike nuk janë shuar kurrë. Në imagjinatën amerikane, Kennedy nuk u vra vetëm nga një plumb. Ai u vra në një moment kur Amerika ishte e përfshirë në luftën e ftohtë, ishte e përfshirë në problemin e Kubës, në Vietnam, kur përplasjet me shërbimet e inteligjencës kishin arrit kulmin, kur tensionet racore ishin përhapën sikur në shtete të tjera të Afrikës raciste, dhe transformimi kulturor i viteve të 60-ta po merrte një hovë dhe po shemte të kaluarën kulturore të shteteve të bashkuara të Amerikës. Folur tash me këtë nga perspektiva ime, mos them akademikisht, po përpjekur që të jam sa më objektiv, për shkak edhe të peshës së temës, për shkak edhe të natyrës së ligjëratave dhe videove që i mbaj këto, për shkak edhe të këtij që po e quaj disa objektivizmi, për të cilën ndjej përgjegjësi para Zotit dhe para njerëzve të cilët më dëgjojnë, duhet të them se është e rëndësishme të ndahet fakti nga spekulimi miq. Nuk do të jemi konspiracionista. Megjithëse që edhe atë pjesë do të shikuar me një cep të synet, por ne që pretendojmë të jemi kështu siç e përshkrova vetveten me 4-5 fjalit e fundit, është shumë e rëndësishme që sidomos në raste këtilla ne ta ndajmë faktin prej spekulimit. Për shkak se nuk ka prova përfundimtare publike që e rrezojnë versionin zyrtar në mënyrë të plotë. Por ka një fakt sociologjik të pamohueshëm
se një pjesë e madhe e Amerikanëve nuk e kanë besuar kur plotësisht versionin zyrtar Amerikan. Kjo e bën atentatin ndaj Kennedy një plag jo vetëm politike brenda Amerikës, por ta quaj edhe epistemologjike. Çfarë do të thotë? Një krizë besimi ndaj shtetit, ndaj institucioneve shtetënore dhe ndaj të vërtetës zyrtare. Pas Kennedyt, miq, çka i ka parapri dhe pasojat e vrasjes që një presidenti amerikan. Pas Kennedy, Amerika hë në një fazë shumë të trazuar. Çështja e Vietnamit, lëvizjet për të drejtat civile, vrasja e Martin Luther Kingut, vrasja e Robert Kennedy, rebelimet urbane dhe polarizimet kulturore mugullojnë dhe vlojnë si asnjëherë më parë në SBA. Andaj atentatin ndaj Kennedy ishte në një farë mënyre porta dramatike e Amerikës drejt dekadës së saj më të dhimbshme në historinë e saj moderne. Rasti që ky Lon Gunman shkruhet, sipas qëtij interpretimit zyrtar apo versionit zyrtar, thotë se Lee Harvey Oswald e kryen atentatit pa ndikime nga jashtë, por për t'i shprehur arsyet e veta personale, megjithëse që ky Lon Gunman në fakt përfaqësonte jo vetëm vetveten, por shumë të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ishin si ai. Në shkencat politike dhe në kriminologji, shprehja Lon Gunman përdoret shpesh për të mbyllur hetimin në nivel individual. Kemi edhe në Kosovë do raste, e ka vra ky, se ka vra ky, e ka vra shteti, se ka vra shteti, i dini ato raste. Përdoret për të shmangur implikimet e një komploti më të madh, ose për të përshkruar realisht raste kur individi vepron si i vetëm. Por, në raste si Kennedy, Lon Gunman nuk është vetëm term teknik, por është një pikë ndarjeje mes versionit zyrtar dhe dyshimit publik amerikan që është e përsëris i freskët deri në ditët e sotshme, thuajse njëjtë sikur në muajt e parë pas vrasjes së John Kennedy. Miq, po vimi te rasti i këtij Donald Trumpit, do po shkruajnë, po komentojnë, e ka bo vetë, jo kënej. Ato janë çështje tjera, unë thash. Mua më takon dhe ndjej për obligim që të ndaj faktin prej hipotezës. Nëse versioni zyrtar thët diçka, ndërsa hipoteza nuk mund ta çmonton, ta rrezon argumentin zyrtar, mbetet që neve të kemi kujdes në raste të këtilla. I përmenda miq 4 president amerikan të cilët janë vrarë në krye të detyres. Por, Varra, damka, që është damka më e madhe dhe më e zezë e sistemit demokratik politik amerikan, sulmet ndaj presidentëve. Një shtet që pretendon dhe ka një demokraci kushtetuese, si është e mundur në një shtet të këtil, presidentët e këtij shteti të vriten, të sulmohen, të kryhen atentate mbi ta më shumë se në cilin do vend tjetër në botë. Paradoksale, ha?
Përveç 4-ve të cilët i përmenda, janë edhe disa të tjerë, kundër të cilëve është bërë atentat për t'i likuiduar, por fatit të tyre kanë mbjetuar. Ndërtra është Andre Jackson, për shembull. Sulmuesi tenton me vra me 2 armë, të dyjat dështojnë në të njëjtin moment dhe ky Jackson pastaj i hek grushta edhe shkelma e rre vet darasin i cili e zgjat dorën kundër tij. Përveç Andre Jackson është edhe Theodore Roosevelt, kundër të cilit shtihet përgjatë fushatës së tij, por ai me gjithë që goditet me plumb brenda, ai e vazhdon fjalimin me plumbin e tij në trup, duke u shndruar më pastaj në simbolin e forcës, por edhe në simbolin e klimës së tensionit tepër të rënd politik që e kishte kapluar SBA-n atë botë. Përveç Theodore Rooseveltit, miq, sulmohet edhe Franklin Roosevelt, që tentativa edhe ndaj këtij dështon, por në atë moment vritet kryebashkiaku i Chicagos që e kishte afër. Përveç këtyre dyve, Rooseveltave, vritet sulmohet edhe Harry Truman, nga një nacionalist portorikan, i cili nuk pajtohej me politikat amerikane ndaj Porto Rikos. Dhe mesazhi ishte i qartë. Politika e jashtme asisoj e SBA-ve prodhon armiq. Një rast i këtill, por fatmirësisht për te, pati kaluar let kur George Bush u pat sulmuar me kundra ftyrës. Një i pranishëm aty e gjuan me këpuc, për nuk e rog këpuca e parë, e provon me të dytën, nuk e rog edhe e dyta, dhe El Maliki ju kujtohet ai kryeministri irakian kur i qet dur të i prit kundrat mos me i ra e ftyrës George Bushit. Politika e jashtme amerikane, si tek Trumani pra, edhe e George Bushit, ka qenë indikatorja për kryerje të atentateve kundër Truman në rastin konkret. Sulmohet edhe Gerald Ford. 2 tentativa brenda 17 dite. Ishte koha kur shoqëria amerikane ishte kapluar nga një krizë e gjithëmbarshme e sidomos morale, kulturore, pas luftës së Vietnamit. Viktima të shumta, humbje të mëdha, tërheqje kok'ullër e ushtrisë amerikane nga Vietnami, arsyetimet e administratave amerikane, përdorimi i mediave për të mbuluar atë turp që e pati zhvilluar SBA-ja në Vietnam, ato vrasje në 10 mijëra që u patën bërë në Vietnam, ato ndjegje të fshatrave të tëra me njerëzit në te, opinionin amerikan, qytetarin amerikan e pati shndruar në një figurë qëndrese kundër politikave të tilla amerikane, kudo qofshin në botë atë botë, dhe më pastaj për një kohë të gjatë. Sulmohet gjithashtu edhe Ronald Reagan, po edhe kë si një aktor i Hollywoodit paraprakisht që ishte, si Zelenski i Ukrainës, se krahasimi është i bajatshëm, qellohet nga John Henke, Jr. Arsyeja është e çuditshme, veç nga na obsesion me një aktore, që ky Hinckley e kish pas dasht atë aktore mirë, ja kom dit emnin, vallahi po ja kom harru, e kish pas dasht, do me thënë një militant i qmendës, or këta militantat e VV-s që janë.
Dhe më thënë, deri në mazohizëm që shkojnë. Po jo të vëvës, edhe kë kishte pasqen një i dashuruar, i qmendur, Lejla dhe Mejnuni, ndaj asaj aktore. Dhe dëgjon se Ronald Reagan, si aktor për para, e pastaj nështë edhe si president, si ka nejtë rahat hesapi, e paskësh nguc, paskësh pas raporte me atë aktorën që këtë John Hinckley paskësh qenë i dashuruar pasaj. Ndikimi i madh politik dhe psikologjik që shpërfaqi kjo ngjarje e ktheu shoqërinë amerikane për t'i shfletuar faqet morale, kulturore dhe të traditës amerikane, se a i ka hije një presidenti amerikan, apo paraprakisht një kandidati për president amerikan të ketë pasur një jetë të shfrenuar në përmasa sa jetën të kishte kaluar në klube dhe në ishuj të ndryshëm, duke keq përdorur paran e tij, duke përdorur paran e tij në fakt për t'i blerë qenjet njerëzore, vajzat dhe të ngjashme, dhe rasti i George Bush, i këtij i Ronald Reagan, e nis një iniciativë të shoqërisë amerikane për kthimin ka tradita dhe ruajtja e moralit dhe kulturës së traditës amerikane. A jeni të e pa, ngjarjet çka i paraprin ngjarjeve dhe çka prodhojnë më pastaj ngjarjet kur në pyetje është atentati i suksesshëm apo i pasuksesshëm mbi një president amerikan. Dhe jo rastisht miq, ato hyrje që po i zgjedhë kohëve të fundit, nëse koncentroheni me vëmendje, dini se është bërthama, është hyrja e asaj që e them përgjatë minutave në video. Pra, është kupolla e asaj që e shpjegoj më në detaje më pastaj. Andaj koncentrohuni në hyrjet e videove të cilat i bëj. Siç kërkoj edhe sot këto, që ta bëni subscribe kanalin, ti shpërndani videot dhe ti komunikoni her pas here me vetveten dhe me miq. Ti trajtoni këto tema, ti analizoni, ti kundërshtoni tezat e shtruara në videot dhe ligjëratat e mia, në mënyrë që ose nëpërmes komenteve nën këtë video, ose në rrjetet tjera sociale, ose nëpërmes mesazheve të tjera, të komunikohen këto në mënyrë që të janë sa më të kuptueshme dhe sa më të dobishme për ju. Tek e fundit, kjo është arsyeja kryesore që unë që hiq më pak prej vitit 2009 unë e kam të hapur Facebookun. 2009, 2019, 2026, sa pi bje? Që 17 vjet. Që 17 vjet miq me mira e me mira statuse e analiza e komente e ndonjëherë shaka e sarkazma e pyetje e përgjigje. Dhe hiq që të 2 vjetët e fundit. Bajeni mend çto, se një përgjigje e përgjithshme ndaj pyetjeve që po më bëhen dhe këtyre herë edhe kritikave. Hiq që të 2 vjetët e fundit. 15 vjet rrjeti im social, Facebook, ka qenë vërtet një odë ku është debatue ma shumë se thuajse në cilin do mur të cili do shqiptari në hapësirën tonë shqiptare. Jam mase i sigurt. Ndër më së shumti, me mira e mira komente. Rall her kam fshi, vetëm na një kur përdorte gjuha racore, kur prekte familjen e njëri tjetrit, kur sulmoheshin individet e unen ndonjëherë edhe kështu. 15 vjet kursi kam prek. Megjithatë, në 2 vitet e fundit ma ku me ditë kush me qenë.
me yll m'ball, e me 2 seqade në nësijetët, e me më thonë dikush se është biri i patriotit matë të kombit, e me më thonë se është evlijaja më i mirë shqiptar, jo 5 vakte, po 50 vakte bjenë seshde, nuk e baj ma askon, jo pse s'muj me baj, jo në qaj Mustafja, por sepse nuk dua ma pas 15 viteve une përpjekje që ta luaj një rol. Mas të mbara speshus. Në kohën kuru hëngshin nërvete Hanefit e Vehabit e andej, une shahesha pse s'poj moj kraj Hanefive se jam përkthysi i veprave të Ebu Hanifës. Jo, nuk kam hin ata. Gjithmonë, edhe në përtubime, edhe në rrjetet sociale, edhe në ligjeratat e mia, edhe gjithandej jam munu me qenë një vend, një hapësirë për bashkimi mes ideve me kontributa, me shkrime, me ligjerata, me tribuna, me vaze dhe përgjëmia. Edhe pas 15 viteve, unë kam vrejtë se pikërisht nga qata ekstremist, vehabist, ka grupe të cilave ju pengon prezenca e Mustaf Bajramit pikërisht për shkak se i kam përkthy veprat e Ebu Hanifës. Pikërisht për shkak të mënyrës si e shpjegoj Islamin. Pikërisht për shkak të kontributit tim, të cilën e kam dhënë gjatë gjithë asaj kohe 15 vjeçare, edhe më parë. Ata shka i kanë gu vazët e ligjeratit e mira më njohin që nga koha kur kam qenë ligjerus i rregullt në xhamin e madhe në Gjilan. E din, por po flas për rrjete sociale. Në 2 vjet e fundit e kam pa se janë të sëmur shpirtnisht dhe ata nuk mujnë me bajt kërkon as babën e tyne nëse mendon ndryshe nga ata. Andaj ata nuk i dohen shoqënisë. Ata do të izoluar dhe mundësia jeme e vetma është izolimi i tyre, blokimi i tyre, që betohem në Allahun e madhreshëm duhet të ketë mbërrin numri mbi 4.000. E për që ty dhe 4.000 nështë 2.000 e tepër janë falso, fake i kanë logarit. Si që kjo krahu vehabist, ekstremist, mendësi isise, si kjo krahu tjetër, anti-islamist dhe islamofob. Që të dy për mu janë të njëjtë. E njëjta mazleme, i njëjti brum, i njëjti kurzoheq. Por terminologjit i kanë ndryshe. Këta janë armiq të edhe të fes, edhe të shqiptarve. Këta janë të dëmshëm, që të dytë janë njëjtë. Se cila form në kohë të caktume ma shumë, se cili ka në format të ndryshme në kohë të caktuara ma shumë ma pak, por për mua janë armiq të fes dhe janë armiq të kombit tim, janë armiq të shqiptarizmës, janë armiq të kësaj gjuhe që po e flas. Dhe unë, kur them se janë armiq, ju dine, besoni se janë armiq dhe janë tepër të dëmshëm për shoqërinë tonë. Pasojat i keni pa. Pasojat i keni pa për vite dhe falë Zotit, ndërhyn ata që do të me ndërhy dhe i stopun pak dhe kanë me i stopu e mendoj edhe ma shumë derisa t'i kthejnë dhe t'i krasitin dhe t'i bëjnë si trupa të shëndosh që së paku nevojitën dikon si trupa fizik. Pra miq, përveç Ronald Reaganit, sulmohet edhe George Bush me granat dore në Gjergji, por fatmirësisht granata nuk shpërthen. Dhe tani më Donald Trump. Sot, përballë jemi një atmosfere të re tensioni, ku rasti në Hilton, Washington, është vetëm një alarm, ma shumë, një halk fillimisht në zinxhirin e atentateve ndaj presidenteve, me shkaqe dhe me pasoja që i numrova, dhe natyrisht është edhe një alarm ma shumë tjetër për të ardhmen e politikës amerikane. Se çfarë është ajo, në minutat në vazhdim do të flas tash për Trumpin. Verzioni zyrtar, pra po them, gjithmonë flet
për një individ. Por, historia gjithmonë ngre dyshime për struktura më të mëdha se sa një individ. Sepse, miq, atentatet ndaj presidentëve amerikan, siç edhe e shpjegova, ndodhin zakonisht në momente kur Amerika ndryshon kurs, siç ishte koha Lincoln dhe Kennedy, kur ka kriza të mëdha sociale, ekonomike dhe të ngjashme, koha e Garfield edhe e Fordit, kur ka përplasje globale si McKinley dhe Truman, dhe kur ka raste të fragmentimit dhe përçarje sociale si asnjëherë më parë në historinë e Amerikës, siç është tani në kohën e Donald Trump. Pra, atentati nuk është vetëm një akt, ai dëgjimi i armëve, futja e atij atentatori apo një qytetari të çmendur që mund të shpallet. Në Hilton, në një zonë ku ishte e ruajtur sikur me kupollën e hekurit të Izraelit, siç thoshte Izraeli, është një produkt i një tensioni sistemik dhe sistematik në shoqërinë amerikane deri tani. Dhe tani miq, ndalo pak si ti, si unë, si ne dhe ta mendojmë këtë. Nëse në historinë e Amerikës 4 president janë vra, 10 janë sulmuar, atëherë pyetja nuk është më a është presidenti i sigurt në Amerikë, por pyetja bazë është a është vetë sistemi amerikan i qëndrueshëm, sepse një shtet që nuk mund ta mbrojë liderin e tij nuk është vetëm në rrezik fizik, por është në fizik historik. Dhe rasti i sotëm në Hilton, Washington, mund të jetë vetëm një incident, do të shihet më pastaj, ose mund të jetë fillimi i një kapitulli të ri, ku lufta për pushtet në Amerikë nuk zhvillohet më vetëm me vota, por edhe me plumba. 3-4 videot e kaluara unë ju fola për mediat amerikane, cilat janë kryesorët, ku bazohem unë ka njere që po thëmë ilqyri këto për të mirën e juve, që edhe ju t'i lexoni ato, ikni prej portaleve të pavlerë, ikni prej statuseve të njerëzve që bojnë veç copyright, qëllim e ka veç sa viewsa, ty ben fitov gja, po pasion vlla, smundje, ikni, këshirni ka njëherë që ato shka po i përmendi unë që ato revista, që ato borime. Dhe para 3-4 videove unë e fola miq për mediat amerikane, si janë të ndara në 2 grupe, cilat janë pro-republikane, pro-demokratike, Wall Street Journal, ai tjetër, pastaj në Britani, këndej cilve krah janë bajnë krahun, duke ju bërë me dije në atë video, kur thash se shoqëria, kjo mediat në Amerikë, më nuk janë media në kuptimin si që kanë qenë deri para 4-5 vjete, por janë shndruar në avangardist të ndarjes dhe fragmentimit të shoqërisë amerikane mbi baza partijake. Mediat në fakt janë zëdhënëse të partive politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ndarje, ky fragmentizëm në Amerikë ka qenë vetëm në kohën e Lincoln, lufta kundër robërisë, lufta kundër racizmit, lufta për të drejtat e njeriut dhe të ngjashme. Pra, rasti i qëti sulmi që ju bëhet Trumpit e do të vërtetohet është sulm, ajo do të qetë në pa shumë të palara. White House Correspondents' Dinner në Washington, Hilton, ku ka qenë Trump, Melania Trump, Vance dhe zyrtar të lartë, të cilët evakuohen
japin me kuptue se problemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është aq i vogël sa e proklamon Donald Trump, por është shumë më i thellë. Së paku i thellë sa u pa tani gjatë evakuimit të atyre personaliteteve amerikane. Një ndër pyetjet më të rëndësishme që ka fillu të shtrohet me njëherë sot është si që e mundën të shtenat e automatikve dëgjohen në salë aty, njerëzit shtrihen në tavolina ikin nga aty, ndërsa rojet, sigurimi sekret, shërbimet sekrete amerikane së pari e evakuojnë Vance dhe më pastaj Trump. Se çfarë mund të shihet pas kësaj, cilat janë prapaskenat e saj, nuk du të spekuloj këto, por dua të them se pa marrë parasysh kush qëndron pas, motivet e kësaj, unë mendoj se shoqëria amerikane dhe mendimi im është i bazuar në mediat kryesore amerikane që i lexoj, të dy taboreve. Mendimi im dhe bindja ime është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës as për së afërmi më nuk janë siç kanë qenë para 10 vite. Pyetja më ta thuam e rrezikshme që s'mund të jepet përgjigje është se a thua do të ketë një forcë që në të ardhmen ta rikthej ujin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrjedhën e saj. Kur pa ta fol atëherë, para zgjedhjeve, se a mund ta shpëtoj dikush Amerikën, pa ta thonë se shpëtuesi i Amerikës nuk mund të jetë as Biden, as Kamala Harris, as Donald Trump, por shpresa mund të lindë në Vancen e ri, në zëvendës presidentin e ri që po vije nga një rafsh fshatar popullor i cili kishte mbështetje të paimagjinueshme nga masat e mesme dhe të varfra amerikane. Sot e bëj të njëjtën pyetje. A thua Vance, pas gjithë asaj që e bëri dhe e ka thënë në hijen e Donald Trump, mund të jetë presidenti i ardhshëm që mund të kthej përsëmbari shtetin më të fuqishëm të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirupafshim.